Ferma VIP ka bërë publike emrat e opinionistëve për sezonin e 3 të formatit. Armina Mevlani, Angel Shkira dhe Ermal Mamaçi do të jenë pjesë e panelit që do të komentojnë ngjarjet dhe dinamikat e programit. Armina Mevlani ka qenë e pranishme në këtë rol edhe në sezonet e mëparshme, ndërsa Ermal Mamaçi bashkohet për herë të parë këtij formati. Ndërkohë Angel Shkira do të rikthehet në ekran në rolin e opinionistes. Sezoni i ri do të drejtohet nga Arbana Osmani, e cila rikthehet në ekran si moderatore e programit. Ky angazhim shënon një projekt të ri për të në një format konkurrues me Big Brother VIP, të cilin e ka moderuar më parë. Në produksionin e këtij edicioni është përfshirë edhe Eduard Grisha, i cili do të mbajë rolin e regjisorit të programit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.